Informaliteti në sektorin e turizmit po kthehet në shqetësim për biznesin lokal në Gjirokastër, për sa i përket cilësisë dhe standardeve të shërbimit për vizitorët. Shoqata e hotelierëve apelon se një numër i konsiderueshëm aktivitetesh, kryesisht të turizmit familjar, nuk pajisen me dokumentacionin përkatës, duke qenë problematik për sa i përket cilësisë që ofrojnë për turistët. Ndërsa në qytetin e Gjirokastrës kemi një rritje të vizitueshmërisë nga turistët, bizneset vazhdojnë të përballen me situatën e mungesës së stafit të punojësve dhe aq më tepër atyre të kualifikuar. Është vërtet e shtuar kjo si problematik, jo për faktin pse janë hapur, sepse është gjë shumë e mirë që të hapen dhe kjo mundësi të jetë për të gjithë, por mos pagesa e tyre ka penalizuar bizneset që paguajnë, sepse është pa diskutim cënuese dhe ofenduese, sepse janë bërë një raport 1:5, ata që s'paguajnë janë shumë. Nga ana tjetër mendoj që është dhe një prishje cilësisë së shërbimit, sepse në momentin që nuk paguan asgjë në shtet, ti mban dhe çmime të ulta dhe jep një shërbim atij që mund të cënojë cilësinë dhe namin e marrim të gjithë, nuk e marrin vetëm ata. Mungesa e stafit është një problematike e përgjithshme, por mendoj që të gjithë e kanë gjetur stafin e tyre. Mendoj që duhet kërkuar pak më shumë te ana profesionale e trajnimeve dhe e krijimit të një stabiliteti që punonjësit mos lëvizin shpesh, duke krijuar një kontratë pune që dhe ata të ndihen mirë po dhe biznes, sepse është një investim që vetë dëm. Mendoj që dhe pagat janë rritur dhe mundësia për punësim është e madhe dhe mendoj që ka dhe rikthim në qofse veni në Sarandë shpeshherë tani shikojnë mundësit këtu sepse ka një sezon më të gjatë Gjirokastra i cili ka mbi 7 muaj, atëherë pse jo mos rinë në Gjirokastër se sa të rinë 3 muaj në Sarandë me pak më të lartë, diçka më të lartë kuptohet e mos rinë në Gjirokastër. Përgjatë këtij viti, zona e Gjirokastrës është vizituar nga mbi 70.000 turistë, pjesa më e madhe e tyre të huaj, ndërsa pritet një rritje e numrit të vizitorëve gjatë periudhës së verës.